Nata kur Artan nuk u kthye në shtëpi, unë e dija. E dija thellë në zemër që diçka ishte shkatruar për gjithmonë. Era e marsit godiste dritaret e vogla të shtëpisë son me forcë dhe unë qëndroja ulur në kuzhinë, duke shikuar filxhanin e kafes që ja kisha përgatitur në mëngjes dhe që tani ishte ftohur krejtësisht. Ora ishte 8 e mbrëmjes. Artan zakonisht kthehej në 5, lodhur nga puna në ndërtim, por gjithmonë me një buzëqeshje të vogël për mua. Telefonat e mia nuk po përgjigjeshin. Çdo tingëllim nga rruga më bënte të ngrihesha me shpresë, por kalonte vetëm era, vetëm heshtja. Valbona, ti po e tepron, i thash vetes, duke u përpjekur të qetësohesha. Ndoshta bateria i ka mbaruar, ndoshta ka mbetur me koleg, por zemra ime e dinte të vërtetën. Ishte sikur një dorë ftofte kishte shtrënguar, duke më lënë pa frym. Telefonata erdhi në 9:30. Ishte Blerimi, vllai i Artanit. Zëri i tij ishte i thyer, i largët. Valbon, duhet të vish në spital, ka ndodhur një aksident. Botën time e ka përceu një errësirë. Këmbët nuk më mbështesnin. Zëri im doli i përgjëruar. Çfarë po thua ti? Artani ku është? A është mirë? Heshtja në anën tjetër të vijës ishte më e keqe se çdo përgjigje. Pastaj, vetëm 2 fjalë. Eja shpejt. Nuk mbaj mend si arrita në spital. Nuk mbaj mend në çfarë taksi e hyra, as çfarë i thash shoferit. Mbaj mend vetëm korridoret e bardha, dritën e fortë neon që më bënte të mdhem te koka dhe fytyrat e mbledhura të familjes së Artanit jashtë sallës së urgjencës. Kur më pan, nëna e tij, Fatime, erdhi drejt meje me syt plot lot. Vajza ime, Zoti e përend, ajo filloi, por zëri ju thye. Ku është? Pyeta duke e kapur për krah. Ku është Argjani? Dua ta shoh. Babai i Artanit, Rexhepi, qëndroi në kënd me shpinë të kthyer. Ishte burr i fortë, i rreptë që nuk fliste shumë, por tani supet i dridheshin. Blerimi më foli me zë të ulët. Ishte duke punuar në katin e 5 të ndërtesës. Skelat u shëmbën. Ra poshtë. Jo, thash unë duke tundur kokën. Jo, ai është i fortë, ai është mirë, mjekët po e ndihmojnë apo jo? Askush nuk më tha asgjë. Dhe aty në atë heshtje e kuptova. Një infermiere doli nga salla. Fytyra e saj ishte lodhur, e shprehur. Familja e Artan Krasniqit? Pyeti ajo but. Të gjithë u ngritëm. Unë nuk mund të lëvizja. Më vjen shumë keq, tha ajo. Bëm gjithçka që mundem, por lëndimet ishin shumë të rënda. Ai na la në orën 9:25. Kjo që erdhi pas ishte një ulërim, e imja. Nuk mund ta ndaloja. Këmbët më lanë dhe rash në dyshame. Duar më mblodhen, zëra më flisnin, por unë nuk dëgjoja asgjë. Bota kishte pushuar se ekzistuari. Artani, burri im, dashuria ime, shpirti im, kishte vdekur. Ditët që pasuan ishin një mjegull. Njerëz vinin e shkonin në shtëpi. Gravët e lagjës silleshin tava me ëmbëlsira. Burrat ulureshin në dhomën e madhe duke pirë kafe të hidhur dhe duke përshpëritur për fatin e zi. Unë qëndroja në dhomën tonë të gjumit, duke shtrënguar një trikotazh kartanit që ende mbante erën e tij. Fatimja më detyroi të ha, por unë nuk kisha uri, nuk kisha asgjë. Isha një guaske zbrazët. Varrimi ishte ditën e 3. Qielli ishte gri, era e ftohtë. Varri u gërmua në kodrat mbi fshat, aty ku gjyshin e tij e kishin varrosur para vitesh. Unë qëndroja pranë arkivollit të zi, e veshur me të zeza, me shami në kokë, ndërsa njerëzit lexonin lutje. Kur e ulën në tokë, unë rash në gjunjë. Dua ta kisha ndjekur atë. Dua ta kisha pasur forcën të hapa atë arkivol dhe të shtrihesha pranë tij përgjithmonë. Por kjo nuk ndodhi. Dhe kështu filloi ferri vërtet. Ditën e 5 pas vdekjes së Artanit, shtëpia ende ishte plot me njerëz. Gratë pastronin, burrat hanin, fëmijët vrapuan jashtë. Unë qëndroja në një cep, e heshtur, e përkuletra. Dhe atëherë erdhi Agimi. Agimi ishte kushëriri i parë i Artanit, djali i madh, me supe të gjuara dhe pamje të ashpër. Kishte qenë gjithmonë pak i çuditshëm me mua. Shikime të gjata, fjalë të dyfishtme. Artan kur nuk ishte vënë re, por unë po.
A I hyri me baban e tij, Selman, që ishte vëllai I Rexhepit. Të dy dukeshin serioz, të vendosur. Selman u ul përballë Rexhepit dhe Fatimes. Unë isha në kuzhinë, por dëgjoja çdo fjalë. Rexhep, duhet të flasim për Valbonën, tha Selman me një zë të thellë. Rexhepi ngriti kokën. Çfarë ka për të? Ajo është ende re, e vetmuar. Kush do të kujdeset për të? Tradita jonë është e qartë. Kur vdes një burr, gruaja e tij I takon familjes. Ajo duhet të mbetet këtu, me ne. Zemra më ra në stomak. Nuk mund ta besoja atë që po dëgjoja. Fatimia tha me zë të lodhur. Selman, vajza sa po humbi burrin, lëreni të matem në paqe. Prandaj po flas, vazhdoi Selman. Kush do ta mbroj? Kush do ta mboj? Ajo nuk ka fëmijë. Nuk ka asgjë që e lidh këtu përveç nderit ton. Dhe nderi këtu është që ajo të martohet me Agimin. Unë ngrova duart e imbulova gojën për të mos bërtitur. Rexhepi u ngrit ngadalë. Ç'po thua, vlla? Po them atë që duhet bër, tha Selman, duke u ngritur edhe ai. Agim është djali im I madh, I pamartuar. Valbona është e re, e bukur dhe I përket familjes son. Martesa e tyre do të ruajnë nderin e kësaj shtëpie. Agim qëndroi në heshtje, por unë ndjeva shikimin e tij të depërtoi nëpër mure drejt meje. Fatimia filloi të qante. Jo, kjo nuk është e drejtë. Vajza është si bia ime. Si mund ta bësh këtë? Është ligji ynë, është tradita, tha Selman me forcë. Ajo nuk mund të ikë dhe të na sjellë turp. Kur një grua mbetet vejush në këtë fshat, ajo I takon familjes. Kjo është gjithmonë kështu. Rexhepi shikoi përpara. E dija që ai ishte burri I traditave, por kisha shpresuar që ta mbronte atë që Artani kishte dashur. Do të flas me Valbonën, tha Rexhepi bezë të vështirë. Nuk ka nevojë për shumë bisedë. Kjo është vendimi I familjes, dhe familja ka folur. Kur të gjithë dolën, Rexhepi erdhi në kuzhinë. Unë qëndroja me shpinë te tavani, duke u përpjekur të mos shembëm. Valbon, tha ai. Nuk u ktheva. Dije që të duam. Artani të donte, por jeta duhet vazhdoj. Jo, thash unë me zë të përgjëruar. Jeta ime mbaroi me Artanin. Nuk mund të thuash kështu. Je re, ke kohë përpara. Pra, ti mendon si Selmani? U ktheva dhe shikova. Ti mendon që duhet të martohem me Agimin? Ai nuk më pa në sy. Unë mendoj që duhet të jesh e mbrojtur, që të mos mbetesh e vetme, që njerëzit të mos flasin. Njerëzit flasin gjithmonë, thash me hidhërim. Por unë nuk do të martohem me njëri tjetër. Kurr? Valbona. Rexhep, ti ishe babai I burrit tim. Ti e di çfarë ndjeje kishim ne. Si mund të më kërkosh ta harroj kaq shpejt? Ai u largua pa folur më shumë, por e dija që lufta kishte filluar. Atë natë, kur të gjithë u larguan dhe shtëpia u bë e heshtur, unë u mbyll në dhomën time. Më duheshin ca minuta vetëm, ca frym pa peshën e shikimeve, pa presionin e traditave që më shtypin si një gur mbi gjoks. Ndenja në skajin e shtratit ku kisha fjetur me Artanin. Çaçafët ende mbanin formën e trupit të tij. Unë I prekja me majat e gishtave, si kur ta prekja atë. Pse më le, përshpërita? Pse më le vetëm me këta? Lotët filluan të më rjedhin, nuk I fshija. I lash të binin, të më lagëshin fytyrën, fërkimin, shallin e zi që ende e mbaja. Pastaj, dëgjova hapat. Ngreva kokën. Dikush po vinte drejt dhomës sime. Trokiti një herë, pastaj dera u hap. Ishte Agim. Zemra më ra, ngrihema me një herë në këmbë. Çfarë po bën këtu? Pyeta, duke mbështetur shpinën te muri. Ai hyri brenda dhe mbylli derën pas vetes. Drita e dobët e llambës rrëz shtratit e bënte fytyrën e tij të dukej më ashpër, më kërcënuese. Erdha të flas, tha ai me një zë të ulët, pothuese të ëmbël.
Nuk kam çfarë të flas me ty. Dil jashtë. Ai buzëqeshi. Ishte një buzëqeshi që më bëri të ndjeja ftohësi në kurriz. Valbona, të gjithë e dim se çfarë do të ndodh. Pse po e bën kaq të vështirë? Asgjë nuk do të ndodh, thash me zë të fortë. Unë nuk do të martohem me ty. Kurr. Ai erdhi më afër. Unë u zmbraps, por nuk kisha hapësirë. Ti nuk e kupton, tha ai. Këtu nuk ke zgjedhje. Familja ka vendosur. Baba im, xhaxha im, madje edhe Rexhepi po e mendon. Ti je pronë e kësaj shtëpie tani. Unë nuk jam pronë e askujt, bërtita. Ai më kapi për krah. Kapet ishin të forta, dhembën. Ul si zërin, tha ai me një ton kërcënues. Nuk dua që njerëzit të na dëgjojnë. Lësho. Por ai nuk më lëshoi. Përkundrazi, më toroqi më afër. Ti do të jesh gruaja ime, Valbona. Dhe sa më shpejt ta pranosh, aq më mirë për ty. Unë e shtyta me të gjithë forcën që kisha. Ai u zmbraps një hap, i habitur. Nëse më prek përsëri, thash duke u dridhur, do të bërtas aq fort sa që i gjithë fshati do ta di çfarë lloj kafshe je. Fytyra e tij u errësua. Për një moment mendova se do të më godiste, por pastaj doli pa folur. Dhe unë rash në shtrat, duke qarë derisa nuk më mbetën më lot. Në mëngjes, Fatimja hyri në dhomën time me një tepsi me çaj dhe bukë. Fytyra e saj ishte e lodhur, e rrudhosur nga vajt. Vajza ime, tha ajo duke ulur pranë meje, ti duhet të hash diçka. Nuk kam uri. E di, por trupi yt ka nevojë për forcë. Mbeta në heshtje. Ajo vendosi tepsin pranë dhe më mori dorën. Valbona, dua të flas. E shikova. Në sytë e saj pash dhe mshuri, por edhe frikë. E di çfarë të thanë, tha ajo. E di çfarë po të kërkojnë. Ve e di sa e vështirë është kjo për ty. Atëre pse nuk më mbron? Pyeta me zë të përgjëruar. Pse nuk thua jo? Ai ulsi kokën. Sepse unë jam vetëm një grua e vjetër. Zëri im nuk ka pesh këtu. Burrat vendosin. Gjithmonë kanë vendosur. Por Artani të donte, ai më donte mua, dhe ti e di sa shumë ai luftoi për mua. Ajo u buzëqeshi me dhimbje. E di, bia ime, kur Artani tha që donte të martohej me ty, familja nuk ishte dakord. Nuk ishe nga fshati ynë, nuk ishe nga fisi ynë, por ai këmbguli. Ai tha që pa ty nuk do të kishte jetë, dhe në fund, ata pranuan. Pra, ai luftoi për mua, dhe tani ju doni që unë ta tratoj kujtimin e tij? Jo, tha Fatimja duke më shtrënguar dorën. Ne nuk duam kështu, por kjo është bota jonë, këto janë rregullat, dhe nëse ti nuk i ndiqen, ato mund të bëjnë shumë keq. Friksova nga toni i saj. Çfarë do të thosh? Ajo hesht për një moment, pastaj tha me zë të ulët. Ka pasur gra në këtë fshat që kanë refuzuar, që kanë thënë jo, dhe ato kanë vuajtur. I kanë izoluar, mallkuar, madje disa janë zhdukur. Gjaku ma u ngrihu. Çfarë po thua ti? Po të them të vërtetën, tha ajo duke më shikuar me sy plot lot. Selman është njeri i rrezikshëm. Ai nuk harron turpin. Nëse ti e turpron në sy të fshatit, ai do ta paguaj. Zemra më rrahte fort. Pra, ti po thua që duhet të martohem me agjimin ose do të më vrasin? Ajo nuk tha asgjë, por heshtja e saj ishte përgjigja. Atë natë vendosa. Nuk mund të qëndroja më. Nuk mund të duroja presionin, frikën, shikimet. Duhej të ikja. Por si? Nuk kisha para. Nuk kisha familja afër. Prindrit e mi kishin vdekur kur isha e vogël dhe kisha jetuar me teten time derisa u martova me Artanin. Tetja tani ishte e vjetër, e sëmur, në një qytet tjetër. Mendua vetëm një zgjidhje. Shoqja ime e vetme, Elira, që jetonte në Tiranë. Ajo kishte qenë në dasmën time, kishte qenë pranë meje në ato ditë të lumtura. Ndoshta ajo do të më ndihmonte. E mora telefonin dhe i shkrova një mesazh të shpejtë. Elira, kam nevojë për ndihmë.
Jeta ime është në rrezik. Mund të vi tek ti? Përgjigjja erdhi pas 5 minutash. Valbona, çfarë ndodhi? Sigurisht, eja kur të tuash, dera ime është e hapur. Lot lehtësimi më ran. Ndoshta kisha një shans. Fillova të planifikoja. Do të prisja disa ditë, të qetësohesha, të bëja sikur po e pranoj situatën. Dhe pastaj, një natë kur të gjithë të flinin, do të merrja një taks dhe do të largoheshe për gjithmonë. Por plani nuk shkoi si duhet. 2 ditë më vonë, Selman erdhi në shtëpi me agimin. Ai solli mish, perime, raki dhe u kërkoi Fatimes të organizojë një darkë familjare. Duam ta njihim më mirë nusen e re, tha ai me një buzë qeshje që më bëri të ndjeja të keqe. Fatimja më shikoi me përgjërim, por nuk mund të thoshte jo. Darkën e organizua në dhomën e madhe. Tryeza ishte plot me ushqime. Burrat u lureshin në një anë, gratë në tjetrën. Unë u detyrova të ulema mes Fatimes dhe një grua tjetër të familjes. Agimi, ulur përballë meje. Gjithë natën më shikoi me një intensitet që më bëri të ndjeja të sëmur. Selman ngriti gotën e rakis. Për familjen tonë, për traditat tona dhe për dasmat që do të vinë. Të gjithë pritën. Unë mbeta e heshtur. Rexhepi shikoi nga unë, pastaj nga Selman. Valbona, tha ai me zë të butë. A ke diçka për të thënë? Të gjithë më shikonin. Zemra më rrahte fort. E dija se çfarë prisin të dëgjonin. Ngreva kokën dhe thash me sa më shumë fort që mundja. Unë nuk kam asgjë për të thënë, përveç se Artani ishte burri im dhe do të mbetet gjithmonë burri im. Heshtja ra në dhomë. Fatimja përpëndoi frymën. Selman vendosi botën me forcë. Valbona, tha i me një zë të ftohtë. Ti po bën gabim. Unë po them të vërtetën. Ai u ngrit në këmbë. Këtu nuk bëhet fjalë për të vërtetën. Këtu bëhet fjalë për nderin. Dhe ti po na turpëron. Nuk dua të turpëroj askënd, thash. Thjesht dua të jetoj në paqe. Paqja merret, tha Selman, duke ardhur më afër. Nuk jepet. Dhe ti do ta marrësh atë paqe kur të martohesh me agimin. Nuk do të martohem. Ai më kapi për mjekër dhe më detyroi të e shikoja. Do të martohesh, sepse nëse nuk e bën, familja jote do të vuaj. Ç'familje? Pyeta duke u dridhur. Unë nuk kam më familje. Ai buzëqeshi me likësi. Ke mua, ke agimin, dhe do të kesh fëmijët që do të lindesh për këtë shtëpi. Mendova që do të vi keq. E shtyta dhe u ngrita. Nuk do të ndodh kurrë, bërtita dhe ika nga dhoma. E dëgjova Selman duke thënë pas meje. Ajo do të mësohet, ose me dashje, ose me forcë. Pas asaj darka, gjërat ndryshuan. Nuk më lejuan më të dilja nga shtëpia. Fatimja më solli ushqime në dhomë, por nuk fliste shumë. E dija që edhe ajo kishte frikë. 2 ditë më vonë, dëgjova zëra të fortë në dhomën e madhe. Agim, Selman, Rexhep, Blerim, të gjithë ishin atje. Vura veshin tek dera. Duhet ta bëjmë këtë javë, tha Selman. Sa më shpejt aq më mirë, njerëzit po fillojnë të flasin. Por ajo nuk është dakord, tha Blerim. Si unë ta detyroje? E detyroj siç duhet. Kjo është martesë tradicionale. Ajo nuk ka fjalë. Dhe nëse ajo ikën? Pyeti Rexhepi. Nuk do të ikën. Ku të shkoj? Nuk ka askënd. Zemra më ra. E dinin që nuk kisha rrugë dalje. Do të thërrasim hoxhën, tha Selman. Do të bëjmë një ceremoni të shpejtë, dhe pastaj kur të jetë gruaja e agjimit ligjërisht, askush nuk mund të thotë asgjë. Dhe
Po sikur ajo bërtit, po sikur nuk firmos? Pyeti Blerim. Selman qeshi. Nuk ka nevojë për firmë, ka nevojë vetëm për dëshmitar. Dhe ne të gjithë do të jemi dëshmitar. Unë u largova nga dera duke u dridhur. Kjo nuk po ndodhte. Kjo nuk mund të ndodhte. Mora telefonin dhe i shkrova Elires. Do të më martojen me forcë. Nesër, ndihmë. Ajo përgjigjej menjëherë. Thirr policin, tani. Por unë nuk mundja. Policia këtu ishte miki Selman. Dhe edhe si kur të vinin, çfarë do të thoshin? Që ishte martesë tradicionale? Që ishte punë familjare? Isha e bllokuar. Atë natë nuk fjeta fare. U shtrira në shtrat duke shikuar tavanin, duke dëgjuar zërat e fshatit, ulërimat e qenve, erën që godiste dritaren. Mendoja për Artanin, për buzëqeshjen e tij, për zërin e tij, për mënyrën se si më mbante dorën kur ecnim, për premtimet që bëm, për jetën që ndruam. Do të kemi fëmijë, më kishte thënë ai një natë, duke më puthur ballën. 3 apo 4, dhe do të jetojmë në një shtëpi të vogël, të qetë, vetëm unë e ti. Dhe nëse nuk kemi fëmijë, kisha pyetur unë duke bërë shaka, atëherë do të jetojmë ende më lumtur, sepse do të kemi më shumë kohë vetëm për njëri tjetrin. Lot më ran. Sa e urrente këtë botë që ma kishte marrë atë. Sa e urrente këtë traditë që më shtynte të tradhtoj kujtimin e tij. Dëgjova një trokitje të lehtë në dritare. Ngrite kokën. Ishte Fatimja. U ngrit dhe hapa dritaren. Ajo hyri me kujdes. Vajza ime, tha ajo duke më përqafuar. Më fal që nuk mund të mbroj. Nuk është faji jut, thash duke qarë në supet të saj. Ajo më zgjidhi pak dhe më shikoi në sy. Dëgjo, tha me zë të ulët. Kam një plan, por duhet të jesh e fortë. Zemra më zuri shpresë. Çfarë plani? Nesër kur të vim për dasëm, ti do të duket sikur pranon. Do të vishesh, do të ulesh, do të bësh gjithçka që të thon. Por, dëgjo, tha ajo me ngut. Kur të filloj ceremonia, do të ketë një moment kur hotha do të pyes nëse pranon. Në atë moment, ti do të thuash, jo, nuk pranoj, dhe kjo martesë është e detyruar. Dhe pastaj do të vraposh. Ku? Ka një makinë duke pritur jashtë. Është një kushërir i tim, nga fshati tjetër. Ai nuk e njeh Selmanin. Do të çojë në qytet. Unë e shikova me gojën hapur. Fatimja, pse po bën këtë? Ajo buzëqeshi me lot në sy. Sepse Artani të donte, dhe sepse ti nuk meriton këtë. E përqafova fort. Faleminderit shumë. Mos më falenderoj ende, tha ajo. Vetëm ik dhe mos u kthe kurrë. Mëngjesi erdhi shumë shpejt. Gratë erdhen herët për të më përgatitur. Më sollën një fustan të bardhë, jo fustan nuse, por diçka të thjeshtë, të bardhë, sikur të bëja një ceremoni modeste. Më lanë flokët, më veshën, më lypen fytyrën me pudër, unë qëndroja e palëvizur, si një kukull. Agimi erdhi në dhomë për ta parë nusen e tij, veshur me kostum të zi, flokët të krehura dhe një buzëqeshje fituese në fytyrë. Sot je e imja, tha ai. Nuk i përgjigja, vetëm e shikova me një vështrim bosh. Ai qeshe. Po luan të heshturën, apo? Nuk ka problem. Sonte do të flasësh. Më dha një të ftohtë në përkuris. Në ora 10, të gjithë u mblodhën në dhomën e madhe. Hoxha erdhi, një plak me mjekër të bardhë, me sy të lodhur. Më bëri keq edhe ai ishte pjesë e kësaj. Më ulën në një karrige në mes të dhomës. Agim u ul pranë meje. Selman, Rexhepi, Blerim dhe disa burra të tjerë qëndronin rreth e rrotull. Gratë ishin në fund, duke përshpëritur. Hoxha filloi të flasë në arabisht, fjalë që nuk i kuptova, por dija çfarë thoshin. Lidhje, martesë, detyrë. Zemra më rrahti fort. Ku ishte makina? Ku ishte plani i Fatimes? E shikova atë. Ajo qëndroi pranë dritares, e shqetësuar,
më dha një shenjë të vogël me kokë. Prit. Hoxha vazhdoi. Pastaj u kthye nga Agim. A e pranon ti, Agim, djalin e Selman, Valbonën, si grua, si pas ligjit të Zotit dhe traditës? E pranoj, tha Agim me zë të qartë dhe plot krenari. Pastaj Hoxha u kthye nga unë. Momenti kishte ardhur. A e pranon ti, Valbona, bia e Abdullah, Agimin si burr, si pas ligjit të Zotit dhe traditës? Heshtja ra në dhomë. Të gjithë më shikuan. Unë mora frymë thellë. Jo. Murmuri përhapet në përdhomë. Hoxha ngriti vetullat. Si thua? Jo. Thash më fort duke u ngritur në këmbë. Nuk e pranoj. Kjo martesë është e detyruar. Kjo është kundër vundetit tim dhe nuk do të jem kur gruaja e këtij njeriu. Selman u mbrit me zëmërim. Ulse me njerë, bërtiti. Jo, thash unë, dhe fillova të vrapoj drejt derës. Por Agim më kapi. Më shtrëngoi krahët aq fort sa bërtita nga dhembja. Ku mendon se do të shkosh? Tha ai duke më tërhequr prapa. Lësho, bërtita. Gratë filluan të umulëriten. Fatimja përpiqej të afrohej, por Selman e ndali. Mbylleni derën, urdhëroi Selman. Ajo nuk del nga këtu. Blerim që qëndroi pranë derës. Nguroi. Xhaxha, kjo nuk duket e drejtë. Mbylla derën, bërtiti Selman, dhe Blerim me fytyrë të pikëlluar e mbylli derën. Agim më zvarrit prapa te karrigja dhe më detyroi të ulem. Më mbante duart pas shpine. Tani, tha Selman duke ardhur përpara, do të mësosh si bëhet martesë në këtë familje. Hoxha, vazhdo. Hoxha duke i pakët, por nuk tha asgjë. Vazhdoi ceremoninë. Në mungesë të përgjigjes pozitive nga nusja, por në praninë e dëshmitarëve dhe me pëlqimin e familjes, kjo martesë konsiderohet e vlefshme sipas traditës. Jo, bërtita unë, kjo nuk është e vlefshme, kjo është shkrim. Por askush nuk më dëgjoi. Ceremonia u përfundua. Hoxha doli shpejt. Selman qeshti. Tani e gruaja Agimit dhe nuk ka kthim pas. Agim më lëshoi duart, por qëndroi pranë. Sonte do të jesh në dhomën time, tha ai me një zë të ulët që më bëri të dridhem. Kur? Thash unë. Ai buzëqeshi. Do të shohim. Më mbyllën në një dhomë tjetër, jo në dhomën time. Ishte një dhomë e vogël, pa dritare këmbëve, vetëm një dritare të vogël lart në mur. Fatimja erdhi pas pak. Më fal, tha duke qarë. Nuk erdhi makina. Selman kishte dërguar njerëz të kontrollonin rrugët. Zemra më ra. Nuk kisha më shpresë. Çfarë do të bëj? Pyeta duke qarë. Ajo më kapi duart. Dëgjoj më. Ka një mënyrë tjetër, por është e rrezikshme. Çfarë? Në mes të natës, kur të gjithë të flenë, do të vish në kuzhinë. Ka një derë të vogël që del në obor. Nga aty mund të shkosh në pyell. Dhe në pyell ka një shteg që të çon në fshat tjetër. Por si do të dal nga kjo dhomë? Ajo nxori një çelës të vogël nga xhepi. Ky është çelë si çdo derë në këtë shtëpi. Rexhepi e ka pasur gjithmonë. E mora sonte. E shikova me sy të gjerë. Ti po rrezikon jetën tënde për mua. Jo, tha ajo duke buzëqeshur. Po bëj atë që duhet bër. Tani prit deri në ora 3 të mëngjesit. Atëherë vjen. Do të jap më shenjë. 3 trokitje të lehta në derë. Pastaj hap dhe vjen shpejt. Dhe nëse më zën? Ajo nuk tha asgjë, por e kuptova. Nëse më zënin, do të ishte fundi. Nuk fjeta fare. Qëndrova ulur në shtrat, duke numëruar minutat. Ora 10, ora 11, ora 12. Dëgjova hapat e Agimit duke kaluar përpara derës. Ai priti jashtë për një kohë, pastaj u largua. Ora 1, ora 2, ora 3. 3 trokitje. Ngrita më njëherë. Mora çelsin dhe hapa derën. Fatimja ishte atje, me një çantë të vogël në dorë. Merr këtë, tha duke ma dhënë. Ka para, ushqim dhe adresën e Elirës. Tani shko. Dhe mos u ndal për asgjë. Fatimje, shko, tha duke më shtyr. Vrapova nëpër korridore, nëpër kuzhinë dhe dola nga dera e vogël.
Nata ishte e errët, e ftohtë. Fillova të vrapoj drejt pyllit, pas meje dëgjova një zë. Ajo po ik! Ajo po ik! Ishte Aigim, kishte zgjuar. Vrapova më shpejt. Këmbët më dhembën, zemra më rrahte, por nuk ndalova. Hyra në pyll, mes pemëve mes errësirës. Dëgjova hapa pas meje, zëra, fenera. Ajo është këtu, gjeni. Vrapova me sa më shumë forcë kisha. Degët më gërvishnin fytyrën, gurët më bënin të rrëzohesha, por ngriteva dhe vazhdova. Dhe pastaj, në largësi, pash drita. Fshati tjetër, shpresa. Vrapova drejt atyre dritave me sa më shumë shpejt që mund, dhe kur arrita në skajin e pyllit, pash një makinë, një taksi. Zoti kishte dërguar një taksi. Hyt brenda. Ju lutem, thash duke u dridhur, më çoni në qytet, tani. Shoferi më shikoi me sy të gjerë. Zonjë, a jeni mirë? Ju lutem, thash duke qarë, jetën time varet. Ai nisi motorin dhe u largua shpejt. Shikova prapa. Në errësirë pash fenerët e Aigimit dhe të tjerëve që ende më kërkonin, por ishte shumë vonë. Isha larg. Isha e lirë. Udhëtimi drejt Tiranës zgjati orë të tëra. Shoferi, një burr i moshuar me emrin Gëzim, më pyeti disa herë nëse isha në rregull. Unë i tregova vetëm që po ikja nga një martesë e detyruar. Ai tundi kokën me mëshirë. E kam parë më parë, tha ai. Vajzat të reja që ikin nga fshatrat, traditat e vjetra, ligjet e vjetra. Por ti bëre mirë që ike. Kur mbërritëm në Tiranë, mëngjesi ishte duke zbardhur. Qyteti zgjohej, makinat fillonin të lëviznin, dyqanet hapnin, njerëzit dilnin. I dhash Gëzimit të gjitha paratë që kisha. Ky është adresa, i thash, duke ja treguar shënimin që Fatimja kishte vënë në çantë. Ai më çoi deri tek dera e Elirës. Ishte një pallat i vjetër, në katin e dytë. Trokita me forcë. 1 herë, 2 herë, 3 herë. Dera u hap. Elira qëndroi atje me pixhamet, flokët të çrregulluara, syt plot gjumë, por kur më pa, ajo menjëherë zgjohu. Valbona, tha duke më përqafuar fort, hy menjëherë. Hyra dhe ajo mbylli derën pas meje me çelës. Çfarë ndodhi? Je e lënduar? Jo, thash duke rënë në një karrige. Por gati u bëra. Ajo më solli ujë dhe më ul pranë. Tregom gjithçka. Dhe unë i tregova. Gjithçka. Nga vdekja e Artanit, deri te ceremonia e detyruar, deri te aratisja në mes të natës. Elira dëgjoi me sy plot lot. Në fund, më përqafoi sërish. Ti je këtu tani, dhe nuk do të të gjejnë. Do të mbroj. Por ata do të më kërkojnë, thash duke u dridhur. Selman është njëri i fuqishëm, ai ka kontakte, ai do të më gjej. Jo nëse fshihemi, tha Elira me vendosmëri. Unë kam një shoqe që punon në një organizat për gra. Ajo ndihmon viktimat e dhunës. Do ta thërras sot. Faleminderit, thash duke qarë. Faleminderit për gjithçka. Ajo buzëqeshi. Për këtë janë shoqet. Pas disa orësh, Elira më çoi në një ndërtesë të vogël në qendër të qytetit. Ishte zyra një organizate që quhej Zëri i Grave. Aty punonte shoqja e saj, Arta, një grua e fortë me syt plot ngrohtësi. Mirë se erdhe Valbona, tha Arta duke më ulur. Elira më tregoi pak për situatën tënde. Dua të dëgjoj gjithçka nga ti. Dhe unë i tregova përsëri. Arta merrte shënime, bënte pyetje dhe në fund tha: Ajo që ti ke përjetuar është dhunë familjare, dhunë psikologjike dhe përpjekje për martesë me forcë. Të gjitha këto janë krime sipas ligjit shqiptar. Por si mund të luftoj? Pyeta. Selman është i pasur, i fuqishëm, ka miq në polici, në gjykat. Ka, tha Arta. Por ka edhe njerëz të mirë. Dhe ka ligje që të mbrojnë.
Do të ndihmojmë të paraqesësh një padi. Do të ndihmojmë të marrësh një urdhër mbrojtjeje dhe do të ndihmojmë të fillosh jetë të re. Zemra më mbushi me shpresë. Ku të ri, nuk kam para, nuk kam vend. Kemi një stre, tha Arta, për gra që janë në rrezik. Mund të rish atje sa të duash, dhe kur ti jesh gati, do të ndihmojmë të gjesh punë, shtëpi dhe të ndërtosh jetën tënde. Për herë të parë në javë, ndjeja sikur mund të merrja frym. Strehën ishte një shtëpi e vogël në periferi të Tiranës. Aty jetonin 5 gra të tjera, secila me historinë e saj të dhunës, të ikjes, të shpresës. Njëra prej tyre ishte Drita, një vajzë e re nga Veriu që kishte ikur nga një burr që e rrahte çdo ditë. Tjetra ishte Flutura, një grua e moshuar që kishte humbur gjithçka, por që ende luftonte për dinjitet. Ato më pritën me dashuri, më sollën në rroba të pastra, më dhanë një dhomë të vogël dhe më thanë: "Këtu je e sigurt, këtu je me familje." Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ndjeva paqe. Por paqja nuk zgjati shumë. Një javë më vonë, Arta më thirri në zyrë me një pamje të shqetësuar. "Valbona, kam lajme të këqija. Selmon ka paraqitur një ankesë në polici. Tha që ti ke vjedhur nga shtëpia e tyre dhe ke ikur me një burr tjetër." Zemra më ra. "Ç'po thua? Unë nuk kam vjedhur asgjë dhe nuk kam ikur me askënd." "E di," tha Arta, "por ky është taktika e tyre. Përpiqen të bëjnë të duket si kriminale, që të kenë arsye ligjore për të gjyrmuar. Por ne jemi gati. Kam kontaktuar një avokat. Emri i saj është Vesa. Ajo do të përfaqësoj. Por unë nuk kam para për avokat." "Organizata paguan," tha Arta duke buzëqeshur. "Ti vetëm lufto." Vesa ishte një grua e fortë, në të 40-tat, me një vështrim të mprehtë. Kur u takuam, ajo më pyeti shumë hollësisht për gjithçka që kishte ndodhur. "A e ke ndonjë provë?" pyeti. Kam mesazhe që i dërgova Elires dhe Fatimja, vjehra ime, mund të dëshmoj." "Fatimja mund të jetë në rrezik," tha Vesa. "Nëse dëshmon kundër Selmanit, ajo do të paguaj." "Atëherë nuk dua ta vë në rrezik," thash me shqetësim. "Kjo është vendimi yt, por pa dëshmitar do të jetë fjalë kundër fjale. Dhe në një gjykat, Selman mund të ketë avantazh." Ndihesha e pafuqishme, por Vesa shtoi. "Por kemi diçka tjetër, ligjin dhe faktin që ti je viktim. Do ta luftojmë këtë me sa më shumë forcë." Pas 2 javësh, u thirrën në polici për një intervistë. Arta dhe Vesa erdhën me mua. Isha e friksuar, por ato më dhanë forcë. Oficeri ishte një burr i mesëm, me mustaqe dhe vështrim të ftohtë. "Zonja Valbona," tha ai, duke lexuar dokumentet. "Keni akuzuar familjen Krasniqi për martesë të detyruar. Këto janë akuza të rënda." "Janë të vërteta," thash me zë të qëndrueshëm. "Por familja thotë që ju keni pranuar martesën, që keni qenë dakord." "Kjo është gënjeshtër," thash. Unë thash jo hapur, përpara të gjithëve, dhe ata më detyruan. "Keni dëshmitar?" "Kam," thash. "Vjerrën time, Fatime Krasniqi. Ajo ishte atje. Ajo më ndihmoi të ik." Oficeri shkroi diçka. "Do ta thrasim për dëshmi, por dje që kjo mund të jetë e vështirë. Familjat në fshatra janë të mbyllura. Ata mbrojnë njëri tjetrin." "E di," thash, "por unë nuk do të heq dorë. Kjo është për të gjitha gratë, që kaluan atë që kalova unë." Ai më shikoi për një moment, pastaj buzëqeshi pak. "Respekt," tha. "Do të bëjmë sa mundemi." 2 muaj më vonë, gjyqi filloi. Salla ishte e mbushur me njerëz, gazetar, aktivist dhe antar të familjes Krasniqi. Selman, ulur në rreshtin e parë me agimin pranë, më shikonin me një urrëtie që më bënte të dridheja. Por unë nuk u tërhoqa. Ula në karrigen e dëshmitarëve, me Vesën pranë. Gjykatësja ishte një grua e rrept, me sytë mpretë.
Ky rast është për të përcaktuar nëse zonja Valbona Krasniqi u detyrua të martohet kundër vulletit të saj, filloi ajo. Le të dëgjojmë të dyja palët. Avokati i Selmanit, një burr i shëndosh me fytyrë arrogante, u ngrit. Zonja gjykatëse, kjo është një fushat shpifse kundër familjes Krasniqi. Martesa u bë sipas traditës, me pëlqimin e grave dhe të burrave. Nëse Valbona nuk ishte e kënaqur, mund të kishte refuzuar përpara ceremonisë. Unë refuzova, bërtita. Gjykatësia më shikoi me rreptësi. Zonja Valbona, do të keni mundësinë të flisni. Tani, ju lutem, qetësi. Vesa u ngrit. Zonja gjykatëse, ne kemi dëshmi që Valbona tha jo hapur në ceremoninë e martesës. Ne kemi dëshmi që ajo u mbyll në dhomë, dhe ne kemi dëshmi që ajo iku në mes të natës për të shpituar. Dëshmi? Pyeti gjykatësja. Po, tha Vesa. Thirrni dëshmitarin ton të parë. Fatime Krasniqi. Salla u bë plot murmuritje. Selman u ngrit me zemërim. Çfarë po bën gruaja ime këtu? Por Fatimja hyri. Ishte e veshur thjesht me shami në kokë, edhe fytyra plot frikë, por hapi të qëndrueshëm. Erdhi te karrigja e dëshmitarëve dhe u ul. Gjykatësja i tha: Zonja Fatime, ju jeni vjehura e Valbonës. Po, tha Fatimja me zë të ulët. A mund të na tregoni çfarë ndodhi në ditën e martesës? Fatimja merrte frymë thellë. Pastaj filloi. Djalin tim Artani e humba 5 ditë përpara asaj dite, dhe Valbona ishte ende në zi, por vëllai im Selman dhe djali i tij Agim vendosën që ajo duhej të martohej në Agimin. A e pranoi Valbona? Pyeti gjykatësja. Jo, tha Fatimja duke tundur kokën. Ajo u tha shumë herë që nuk donte, por ata nuk dëgjuan. Ata thanë që ishte traditë, që ajo i takonte familjes. Dhe në ceremoninë e martesës. Ajo tha jo hapur, përpara hoxhës, përpara të gjithëve. Por ata nuk ndalën. Vazhduan ceremoninë dhe pastaj e mbyllën në një dhomë. Gënjeshtar, ti po gënjen kundër familjes sate. Gjykatësia goditi me çekiç. Qetësi në sallë. Zonjë Fatime, vazhdoni. Fatimja më shikoi me sy plot lot. Unë e ndihmova të ik, sepse e dija që nëse mbetesh do të vuante. Dhe unë nuk mund ta lejoja. Djali im e donte. Dhe unë duhet ta respektoja dashurinë e tyre. Gjykatësia shkroi diçka, pastaj tha: Faleminderit zonja Fatime. Mund të shkoni. Ndërsa Fatimja dilja, Selmani i kapi për krah. Ti sapo shkatrove familjen, tha me një zë plot kërcënim. Por Fatimja e shikoi drejt në sy. Jo, ti e shkatrove atë kur vendosi që tradita është më e rëndësishme se njeriu. Gjyqi zgjati 3 ditë. Dëshmitar të tjerë erdhën: Elira, Arta, madje edhe Blerim, vllai i Artanit, që më në fund guxoi të fliste. Unë e pash dhimbjen e saj, tha Blerim, dhe dija që kjo nuk ishte e drejtë. Por nuk isha guxim të flas. Tani e kam. Në ditën e fundit, gjykatësia dha vendimin. Ky gjykat gjeti që zonja Valbona Krasniqi u detyrua të martohet kundër vullnetit të saj. Martesa konsiderohet e pavlefshme, dhe familja Krasniqi dënohet me gjobë dhe me ndalim të afërmit me Valbonën. Çdo shkelje e këtij urdhri do të çojë në burgim. Unë nuk mund të besoja. Lotat filluan të më rrjedhin. Lot lehtësimi. Lot fitoreje. Vesa më përqafoi. Fitove Valbona, fitove. Elira vrapoi dhe më përqafoi edhe ajo. Selman dhe Agim dolën nga salla me fytyrë të zymta. Por nuk mund të më bënin asgjë më. Isha e lirë, vërtet e lirë. Pas gjyqit, jeta ime ndryshoi ngadalë. Organizata Zëri i Grave më ndihmoi të gjej një punë në një dyqan rrobash. Nuk ishte shumë, por ishte e imja. Gjeta një apartament të vogël në periferi.
Një dhomë, një kuzhinë dhe një balkon ku mund të shikoja perëndimin e diellit. Elira vinte shpesh, sillte ushqim, qeshnim, flisnim për të ardhmen. "Ke menduar të martohesh përsëri?" më pyeti një ditë. "Jo", thash me një buzëqeshje të vogël. "Një herë kam dashur, dhe ajo dashuri mjafton për një jetë." Ajo buzëqeshi. "Artani do të ishte krenar për ty." "Shpresoj", thash duke shikuar një fotografi të tij që mbaja në tavolinë. Shpresoj që ai di. Një vit më vonë, organizata më kërkoi të jap një dëshmi publike për gra të tjera që kalonin situata të ngjashme. Ngurova në fillim, por Arta më bindoi. "Historia jote mund të shpëtojë jetë", tha ajo. Dhe kështu, unë ngrita në një podium përpara qindra njerëzve dhe fola. "Emri im është Valbona", fillova. "Dhe unë bijetova një martesë të detyruar." Fola për Artanin, për dashurinë që kishim. Fola për presionin, për frikën, për dhunën. Dhe fola për shpresën. "Doja të jep dorë", thash. Mendoja që nuk isha më forcë, por një grua e fortë më tha: "Kur nuk e forcë për të qëndruar në këmbë, zvaritu, por mos ndalo." Dhe unë nuk ndalova. Dhe ja ku jam. Njerëzit pritën, disa qanë. Dhe në atë moment, e kuptova që dhimbja ime nuk ishte e kotë, që ajo kishte kuptim. 2 vjet pas gjyqit, mora një lajm që më shqetësoi shumë. Fatimja kishte rënë sëmure. Ishte në spital dhe gjendja ishte e rëndë. Elira më tha: "Nuk je detyruar të shkosh, pas gjithçkaje." "Dua të shkoj", thash. "Ajo më shpëtoi jetën. Tani është radha ime." Udhëtimi drejt fshatit ishte i vështirë. Çdo pemë, çdo rrugë më kujtonte të kaluarën. Por isha e ndryshuar tani. Nuk isha më vajza e friksuar. Isha grua e fortë. Kur mbërrita në spital, blerimi ishte jashtë dhomës. "Valbona", tha ai me një buzëqeshje të trishtuar. "Erdhe." Si është ajo? Jo, mirë, mjekët thonë që ka pak kohë. Zemra më dhembi, hyra në dhomë. Fatimja qëndroi në shtrat, e dobët, e bardhë. Por kur më pa, syti u ndritën. "Vajza ime", tha me zot të përgjëruar. Ula pranë saj dhe morra dorën e saj. "Jam këtu." Ajo buzëqeshi. "E dija që do të vije. E dija që ti je e fortë." "Ti më bëre të fortë", thash duke qarë. "Pa ty, nuk do t'isha këtu." Ajo shtrëngoi dorën time me sa pak forcë që kishte. "Artani, ai po më pret, e ndjej." "Jo", thash duke tundur kokën. "Qëndro këtu, kemi nevojë për ty." Por ajo buzëqeshi me paqe. "Kam bërë atë që duhej të bëja. Tani mund të pushoj." Qëndroma me të gjithë natën. Në mëngjes, ajo mori frymën e fundit, me dorën time në të sajen. Dhe unë nuk qava me dhimbje, qava me mirënjohje. Sepse ajo më kishte dhënë më të shtrenjtë dhuratë, lirinë. Varrimi i Fatimes ishte i thjeshtë. Gratë e fshatit erdhën, për burrat qëndruan larg. Selman nuk erdhi fare. Rexhepi qëndroi në një cep, i heshtur, i thyer. Pas ceremonisë, ai më afroi. "Valbona", tha me zë të lodhur. "Më fal." E shikova. Ishte plakur shumë në këto 2 vjet. Mjekra e bardhë, shpina e përkulur, sy të lodhura. "Për çfarë?" pyeta. "Për gjithçka, për atë që të bëm, për atë që lejuam të ndodhte." Mbajta heshtje për një moment, pastaj thash: "Nuk mund të fal ende, por munda kuptoj që ti ishe rob i traditave, si shumë të tjerë. Shpresoj që gjenerata e ardhshme të jetë më e mirë." Ai tundi kokën dhe u largua. Ndërsa kthehesha në makinë, një vajzë e re më ndaloi. Ishte rreth 20 vjeç, me sy plot shpresë. "Zonja Valbona", tha ajo, "dëgjova për ju, për ato që bët, dhe doja t'ju them, ju jeni heroina ime." Zemra më u mbush. "Si të quan?"
Arta, tha jo Arta që ju ndihmoj. Emri im është gjithashtu Arta dhe po studioj për avokate për të ndihmuar gra si ju. Buzëqesha. Atëherë, bota po ndryshon. Ngadalë, por po ndryshon. Fal jush, tha jo. E përqafova dhe mora rrugën e kthimit. 3 vjet pas vdekjes së Artanit, shkova në varrin e tij për herë të parë që kur kisha ikur. Ishte një ditë e bukur pranvere, dielli ngrohte, lulet e egra rriten rreth gurit të varrit. U gjynjëzova dhe pastrova gurin. Emri i tij ishte gdhendur thjesht. Artan Krasniqi, burri dashur, biri nderuar. Vura dorën mbi gur. Më fal që erdha vonë, por kisha frikë. Kisha frikë se nëse kthehesha do të humbasja përsëri. Era goditi flokët e mi, sikur Artani po më përgjigjej. Por tani jam këtu, dhe dua të të them diçka. Unë bjetova për ty, për ne, për dashurinë tonë, dhe ktheva atë dhimbje në diçka të mirë. Po ndihmoj gra të tjera, po luftoj kundra asaj që më bën mua. Lota më ran, por këtë herë ishin lotë shërimi. E di që ti do të kishe qenë krenar, e di që ti do të kishe thënë, kjo është gruaja ime, ajo është e fortë, dhe ke të drejtë. Unë jam e fortë, sepse ti më mësove se çfarë është dashuria e vërtetë, dhe askush nuk mund të ma marrë atë. Qëndrova atje për orë të tëra, duke folur me të, duke kujtuar momentet tona, duke buzëqeshur mes lotëve. Kur u ngrita për të ikë, një zë më tha: Valbona? U ktheva. Ishte Blerim. Ai erdhi duke mbajtur një buqet me lule. Erdha për vëllain tim, tha ai, por jam i lumtur që të gjeta këtu. Blerim, thash me ngroftësi. Ai vuri lulet pranë gurit dhe ul. E di që nuk kam qenë aty për ty kur ke pasur nevojë, tha ai duke ulur kokën. Por dua që të dish që jam penduar çdo ditë. Nuk ka nevojë, thash. Ti bëra atë që munde në fund, dhe kjo vlen shumë. Ai më shikoi. Si e tani? Je lumtur? Mendova për një moment. Nuk jam e lumtur si kisha qenë me Artanin, por jam në paqe. Dhe kjo është diçka. Ai buzëqeshi. Ai do të kishte qenë krenar. E di. Thash. E di. Pas 4 vitesh, një botues më kontaktoi. Kishte dëgjuar për historinë time dhe donte të shkruaja një libër. Një libër? Pyeta e hutuar. Por unë nuk jam shkrimtare. Nuk duhet të jesh, tha ai. Vetëm duhet të thuash të vërtetën. Ka mira gra që kanë nevojë ta dëgjojnë historinë tënde. Dhe kështu fillova të shkruaj. Çdo mbrëmje, pas punës, u lima në tavolinën time të vogël dhe shkruaja. Për Artanin, për dashurinë tonë, për humbjen, për dhunën, për arratisjen, për luftën, për fitimin. Shkrimi ishte dhimbshëm. Çdo fjalë më kthente në ato ditë të errta, por ishte edhe shërues, sepse duke shkruar, po e lëshoja dhimbjen. Libri u botua 1 vit më vonë me titullin Dashuria që nuk vdiq. Historia e Valbonës. Në lancimin e librit, salla ishte mbushur plot. Gra, burra, të rinj, të vjetër, të gjithë kishin ardhur për të dëgjuar. Lexova një pjesë. Dashuria e vërtet nuk vdes me vdekjen. Ajo jeton në çdo frymëmarrje, në çdo vendim që marrim, në çdo herë që zgjedhim të jemi të fortë. Artani më mësoi çfarë është dashuria, dhe unë mësova që dashuria është gjithashtu liri. Sepse dashuria e vërtet nuk të mban rob, të lë të fluturosh. Njerëzit pritën. Dhe në atë moment e ndjeva paqen e plot. 5 vjet pas gjyqit, ndoti diçka që nuk e prisnin. Mora një letër nga burgu. Ishte nga Agim. Duart më dridheshin ndërsa e hapa.
Shkruante: Valbona, e di që nuk kam të drejtë të shkruaj. E di që të kam bërë keq, por kam 5 vjet që mendoj çdo ditë për atë që bëra dhe dua të kërkoj falje. Këtu në burg, kam parë shumë burra si unë. Burra që menduan që gratë ishin pronë, që traditat ishin më të rëndësishme se njeriu. Dhe kam parë se sa gabim kemi qenë. Nuk pres që të më falësh, por doja që të diesh që jam ndryshuar dhe po mundohem të bëhem njeri më i mirë. Agim. Mbajta letrën dhe nuk e dija çfarë të ndjeja. Zemërim, mëshirë, hidhërim. Elira që ishte me mua kur e lexova tha: "Çfarë do të bësh?" "Nuk e di", thash. Një pjesë e meje don ta shqyej këtë letër, por pjesa tjetër mendon që ndoshta ai vërtet ka ndryshuar. "Ti nuk je e detyruar ta falësh", tha Elira. "E di, por ndoshta mund t'ja përgjigjem. Jo për të, por për mua, për t'ja mbyllur këtë kapitull." Dhe kështu i shkrova prapa. Agim. Mora letrën tënde. Dhe do të them këtë. Nuk mund të fal ende. Ndoshta nuk do të fal kurrë, por mund të pranoj që njerëzit ndryshojnë. Shpresoj që ti të bëhesh vërtet njeri më i mirë. Jo për mua, por për gratë e tjera që mund takosh në jetë. Jo për traditën, por për njerëzin. Mos më shkruaj më. Ky është fundi i historisë sonë. Valbona. Kur e dërgova letrën, ndjeva sikur një peshë më ishte hequr nga supet. Një vit më vonë, Blerim më ftoi në martesën e tij. Ishte duke u martuar me një vajzë nga qyteti. Mirë, që punonte si mësuese. "Do të vish?" më pyeti në telefon. "Nuk e di, Blerim. Fshati, ka shumë kujtime." "E kuptoj", tha ai, "por do të kishte kuptim nëse je atje. Sepse ti je pjesë e familjes, gjithmonë do t'jesh." Dhe vendosa të shkoja. Martesa ishte e ndryshme nga çdo dasëm fshati që kisha parë. Nuk ishte traditë të detyruara, nuk ishte presione. Mira dhe Blerim zgjodhën njëri tjetrin. Dhe kjo dukej në çdo buzëqeshje, në çdo vështrim. Në darkë, Blerim ngriti gotën. "Dua të falaleroj dikë sonte, Valbonën, sepse ajo më mësoi që dashuria është zgjedhje, jo detyrë, dhe për këtë jam përgjithmonë mirënjohës." Të gjithë pritën, dhe unë ndjeva lot gëzimi. Pas ceremonisë Mira më afroi. "Faleminderit që erdhe", tha ajo. "Bleri më ka treguar shumë për ty dhe dua që të dish që ti je inspirim për mua." "Ti je fort", i thash. "Dhe Blerim është fat që të ka." Ajo buzëqeshi. "Me të dyve jemi me fat." 6 vjet pas historisë sime, po jepja një ligjërat në një shkollë të mesme në Tiranë. Tema ishte: të drejtat e grave dhe liria e zgjedhjes. Pas ligjëratës, një vajzë e re erdhi tek unë. Ishte rreth 16 vjeç, me sy plot shqetësim. "Zonja Valbona", tha me zë të ulët, "mund të flas me ju privatisht?" "Sigurisht", tash. U ulëm në një cep. Ajo filloi të qante. "Familja ime, ata duan të më martojnë me një kushëri. Unë jam vetëm 16, nuk dua, por ata thonë që është traditë." Zemra më dhembi, e kupa dorën. "Si të quan?" "Eliona", tha ajo. "Eliona, dëgjom, çfarë që të po ndodh ty nuk është e drejtë dhe nuk je e vetme. Ka njerëz që mund të të ndihmojnë." "Por si? Familja ime është e fuqishme dhe policia nuk do të bëjë asgjë." "Ka organizata", i thash, "ka avokat, ka streza dhe ka ligje që të mbrojnë. Nëse ti do vërtet të luftosh, unë do të jem pranë teje." Ajo më shikoi me sy plot shpresë. "Vërtet?" "Vërtet", thash, "sepse askush nuk duhet të kalojë atë që kalova unë." Dhe kështu filloi një histori e re. Ndihmova Elionën të kontaktojë organizatën, e ndihmova të marrë mbrojtje ligjore. Dhe pas 6 muajsh,
Ajo fitoi të drejtën për të zgjedhur jetën e saj. Kur e pash të lirë, buzëqeshëm, sepse e dija që puna ime nuk kishte qenë e kotë. 7 vjet pas vdekjes së Artanit, shkova përsëri në varrin e tij. Por këtë herë nuk shkova vetëm. Elira erdhi me mua dhe gjithashtu Eliona, vajza që kisha ndihmuar. Të tre vum lule te guri i varrit. Kush ishte ai? Pyeti Eliona. Ai ishte burri im, thash me një buzëqashje të vogël. Ai ishte burri që më mësoi çfarë është dashuria e vërtetë. Dhe ju ende e doni? Pyeti ajo. Gjithmonë, thash, por tani dashuria ime nuk është vetëm për të. Është për të gjitha gratë që luftojnë, për të gjitha vajzat që meritojnë liri. Eliona buzëqeshi. Ju jeni e fortë. Jo, thash duke e shikuar. Ne jemi të forta, të gjitha ne. Dhe kur qëndrojmë bashk, askush nuk mund të na ndalë. Pas 8 vite shkurtër në organizatën Zëri Grave, vendosa që ishte koha për një hap të ri. Kisha ndihmuar qindra gra, kisha dhënë dëshmi, kisha shkruar libra. Tani doja të bëja diçka më shumë. Doja të hap qendrën time, një qendër për gra që kishin nevojë për shtreh, për këshilla, për edukim, për mundësi. Arta më përqafoi kur ja tregova. Do të mungosh, tha ajo, por jam krenare për ty. Pa ty unë nuk do t'isha këtu, thash. Ti më dhe shansin e dytë. Ajo buzëqeshi. Ti e përfitove atë shans. Tani e jep shans të tjerëve. Dhe kështu pas disa muajsh përgatitjesh, hapa qendrën time. E quajta Shtëpia e Artanit. Sepse çdo gjë që bëja, e bëja në kujtim të tij. 9 vjet pas vdekjes së Artanit, mora një telefonat nga Blerim. Valbona thaj me zë të trishtuar. Babai, ai po vdes. Zemra më ra. Si ndodhi? Sëmundje. Ka kohë që është keq, por tani mjekët thonë që ka pak ditë. A don që unë të vi? Ai kërkoi për ty. Tha që do të flas me ty përpara se të shkoj. Udhëtova përsëri drejt fshatit. Rexhepi ishte në shtëpi, në shtratin e tij, i rrethuar nga familja. Kur më pa, bëri shenjë që të gjithë të dilnin. Mbetëm vetëm. Valbona tha me zë të dobët. Ula pranë tij. Jam këtu. Ai më mori dorën. Dua të kërkoj falje. Për gjithçka. Për atë që të bëm. Për atë që lejuam të ndodh. Rexhep, lërmë të mbaroj, tha ai duke marrë frymë me vështirësi. Artani të donte më shumë se jetën e tij, dhe unë nuk e respektova atë dashuri. Mendova që traditat ishin më të rëndësishme, por gabohesha. Dashuria është më e rëndësishme, gjithmonë. Lot më ran. Faleminderit, thash. Jo, tha ai. Faleminderit ty për atë që u bëra, për atë që po bën. Artani do t'i ishte kaq krenar. Atë natë Rexhepi vdiq, dhe unë qava. Jo nga hidhëria, por nga paqja, sepse në minutat e fundit ai kishte gjetur shpërtimin. 10 vjet pas vdekjes së Artanit, organizova një ceremoni të vogël në qendër. Ftova të gjitha gratë që kisha ndihmuar, të gjitha aktivistet që kisha takuar, të gjithë miqtë që më kishin mbështetur. Në qendër të sallës, vura një fotografi të madhe të Artanit. Sot, fillova duke folur përpara të gjithëve, është 10 vjet që humba njeriu që doja më shumë, por gjithashtu është 10 vjet që fitova veten. Të gjithë të gjuan në heshtje. Artani më mësoi çfarë është dashuria, dhe jeta më mësoi çfarë është forca. Dhe tani, së bashku, ne po mësojmë gratë e tjera se si të luftojnë, se si të qëndrojnë, se si të jenë të lira. Pritej gjata zëri në sallë. Sot dua të them këtë. Çdo grua që qëndron kundër dhunës, çdo vajzë që thot jo ndaj një martese të detyruar, çdo nën që mbron vajzën e saj. Ju jeni heroina. Ju jeni forta ime. Dhe së bashku, ne do të ndryshojmë këtë botë. Njerëzit u ngritën dhe prejtën, dhe unë pash në fytyrat e tyre shpresën që kisha kërkuar për aq kohë. Atë natë, kur të gjithë u larguan,
Ula dhe I shkrova Artanit një letër. Jo për ta dërguar. Ai nuk ishte më, por për ta lexuar, për ta ndjerë, për ta mbyllur këtë kapitull. Artani im I dashur. Kan kaluar 10 vjet që na ndan. 10 vjet që nuk dëgjoj zërin tënd, që nuk ndihem dorën tënde, që nuk shikoj buzëqeshjen tënde. Por çdo ditë të ndjej pranë, në çdo vendim që marr, në çdo grua që ndihmoj, në çdo fjalë që them. E di që do të kishe qenë krenar për mua. E di që do të kishe thonë, kjo është gruaja ime. Ajo nuk dorëzohet kur. Dhe ke të drejtë. Nuk u dorëzova, sepse ti më dhe forcën për të qëndruar. Dashuria jon ishte e shkurtër, por ishte e vërtet. Dhe unë do ta mbaja të dashurinë në zemër derisa të takohem përsëri me ty. Deri atëherë do të vazhdoj të luftoj, do të vazhdoj të ndihmoj, do të vazhdoj të jem gruaja që ti doje. Përgjithmonë jotja, Valbona. Puthja letrën dhe e vura pranë fotografisë së tij. 15 vjet pas vdekjes së Artanit, u ftova të flisja në Kombet e Bashkuara. Tema ishte dhuna kundër grave në vendet në zhvillim. Ngritem në podium përpara delegatëve nga gjithë bota. Dhe fola. Fola për traditën që vret dashurinë, për ligjet që favorizojnë burrat, për gratë që vdesin çdo ditë sepse nuk kanë zë. Dhe në fund, thash. Historia ime nuk është vetëm imja. Është historia e miliona grave që vuajnë në heshtje. Por sot, ne po thyem atë heshtje. Sot, ne po themi mjaft. Mjaft dhunë, mjaft presion, mjaft traditë që vrasin. Është koha për ndryshim. Prita gjatë zëri në sallë, dhe në atë moment, e ndjeva që fitoria nuk ishte vetëm imja, ishte e të gjithave nesh. Kur u ktheva në Shqipëri, Elira më priti në aeroport me një buqet me lule. Ke qenë e mahnitshme, tha ajo duke më përqafuar. Nuk isha vetëm hun, thash, ishim të gjitha ne. Ndërsa ecnim drejt makinës, ajo tha, a mendon ndonjëherë për të ardhmen, për atë që do të bësh më pas? Mendova për një moment, pastaj buzëqesha. Do të vazhdoj të luftoj, derisa çdo vajzë në këtë vend të ketë të drejtën të zgjedh, derisa çdo grua të jetë e lirë, derisa dashuria të mos jetë kurrë më robe traditës. Elila buzëqeshi. Artani do t'ishte kaq krenar. E di, thash, duke shikuar qiellin. E di. 20 vjet pas vdekjes së Artanit, unë jam 60 vjeç. Flokët e mi janë thinjur, fytyra rrudhosur, por shpirti është I fortë. Shtëpia e Artanit është bërë qendra më e madhe për gra në vend. Kemi ndihmuar mbi 5000 gra, gra që kanë ikur nga dhuna, nga martesat e detyruara, nga presionet familjare. Sot, një vajzë e re erdhi në zyrë. Ishte 20 vjeç, me sy plot frikë. Zonja Valbona, tha ajo, kam dëgjuar për ju, për historinë tuaj, dhe unë kam nevojë për ndihmë. Ula përballë saj. Çfarë ndodhi? Ajo filloi të qante dhe tregoi, një histori që njihja mirë. Presion, traditë, detyrë. Mora dorën e saj. Ti ke ardhur në vendin e duhur, I thash. Këtu je e sigurt. Këtu do të njëmojmë dhe do ta kalosh këtë. Ajo më shikoi me sy plot shpresë. Si e dini? Buzëqesh. Sepse edhe unë e kalova, dhe nëse unë mund, edhe ti mund. Atë mbrëmje, pasi vajza u vendos në strehë, shkova në balkonin e zyrës sime. Qyteti shkëlqente poshtë. Drita, jetë, shpresë. Mblodha në duar një fotografi të vjetër, Artani dhe unë në ditën e dasmës. Të dy buzëqeshnim, plot ëndra, plot dashuri. E bëm Artan, përshpërita. E ndryshova botën, pak nga pak. Dhe gjithçka që bëra, e bëra në kujtimin tënd. Era goditi flokët e mi. Dhe për një moment, ndjehesha sikur ai ishte pranë, duke buzëqeshur, duke më mbështetur, duke më thënë që gjithçka do të jetë mirë.
Dhe ishte. Sepse dashuria e vërtet nuk vdes kurrë. Ajo jeton në çdo veprim të mirë, në çdo person që ndihmojmë, në çdo jetë që ndryshojmë. Dhe dashuria ime për Artanin, për të gjitha gratë që kam ndihmuar, për botën që po ndryshojmë, ajo do të jetojë për gjithmonë.